Izraeli ka nisur tërheqjen e trupave nga jugu i Gazës, edhe pse e bëri të qartë sërish se një prani e madhe ushtarake e tij do të vazhdojë të mbetet në veri të territorit. Tërheqja sidoqoftë, e cila ka gëzuar një pjesë të palestinezëve, më shumë duket si një lëvizje taktike, sesa si një sinjal i mirëfillt se konflikti po i afrohet fundit. Raporte kontradiktore mbrin mbi shkallën dhe kozgjatjen e saj, me disa media të huaja që pretendojnë se një lëvizje e tillë është thjesht e përkohshme dhe se Izraeli në fakt nuk ka hequr dorë nga planet për një mësymje në Rafah. Pavarësisht kësaj, mjaft palestinezë kanë nisur të rikthehen në Khan Yunis, ku thonë se kanë gjetur vetëm shkatrim. Khan Yunisi ka qenë shënjestër e bombardimeve të rënda izraelite dhe si qyteti vet, ashtu edhe zonat përreth tij janë rënuar masivisht. Komuniteti ndërkombëtar sakaq po shton presionet për armë pushim në mesin e përpjekjeve për një raund të ri negociatash mes Izraelit dhe Hamasit në Kairo. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e përsëriti një ditë më parë, kur u shënuan plot 6 muaj pas sulmit të Hamasit se Izraeli nuk do të bjerë dakord për një armë pushim në Gaza, pa u liruar më parë pengjet. Netanyahu tha se pavarësisht rysnisë ndërkombëtare, përfshirë atë të aleatit të madh të Shtetit Hebreu Washingtonit, Izraeli nuk do të dorëzohet ndaj kërkesave të skajshme të Hamasit. Si pasojë e ofensivës toksore dhe ajrore izraelite, që pasoi sulmin e grupit militant, janë vrarë të paktën 33.170 palestinezë në Gaza, kryesisht gra e fëmijë. Shtetet e Bashkuara po insistojnë për një armë pushim dhe marrëveshje për pengjet, si dhe për rritjen e ndihmave që duhet të hyjnë në territor.